Edhe inshallah ky ka shëndet. Ky s'ka shëndet për vëllai. Sukses, ty bëre sukses, unë se kom të hanë. Çka më thonë të shpëtime? Dhe me më mëra, një në reprizë, tjetër për një. Sa vjetë një bëhë kontratë për me lujtë? 20 vjetë. 20 vjetë ka më një të shmoqë. Shpresoj që kësë kodi do të kaloj. Se kaloj. Po më uranë për tjetë së me telefon. Se kaloj. Na ta kena ulu veç para një 3-4 dite. Smetë Por më një me uranë gëzuar. për nisë. Po për një nga gëzuar, inshallah. Gjithë ki punët, inshallah, shëndet, gëzime. Ne pra të mira. Që një gjë më prisë, në shka. Asa dy sot kanë me kallë do dhune, 2 herë kanë kallë, ne? E treta kanë me kallë, na. Kanë kallë me sibret, ta kanë me kallë. Isha në kopshtin zoologjik, pastaj eca deri këtu. A kam qenë duke ecur në tekin të veriu? Po, mendoj se po. Cila është ajo rruga e Kyrgjysë atje, ajo me të majtë? Atje me të majtë. Ajo është rruga numër 74. 74, po. Përsa kopshti zoologjik gjende rrugën 65. Dhe të tunë pas jam ecur në drejtim të veriu. Veriu plak. Por jo pikërisht nga veriu. Jo, pikërisht nga veriu. E quajmë veri se është veriu. Si duket zotëri, do të fitosh kancerin e mushkriva, po jo? Jo, nga kjo. Zotëri, do të fitosh kancerin e gojës, pastaj do të detyrohesh ta bandesh atë gjën që trojnë që ka pajtur, pasi ja kanë njekur një pjesë të nutës. Si thon asaj që Protezë. Pikërisht protezë. Që i të buri martuve, i me të mjek? Jo. Kom lezuar diku. Duket në revistën Koha,
Koha nuk është për koktrash. Jo, nuk ma merr mendje se është. Sa mirë po më vjen që sot këtu jam në pak në mëngjes. Nuk më pëlqen edhe çona perëndimor me pak, thënë të drejtën. A të pengon? Nëse bisedoj? Pengon? Jo, A të pengon? ja nuk më pengon. As pak vërtet nuk më pengon. Kohë e bukur sot. Është e mrekullueshme. Isha në kopshtin zoologjik. Duket se më tregove. A ke televizor dhe gjëra në gjashme? Po I kemi dy njeri për fëmijët. Që i ke martuar? Po, Dhe pas keni grua. po, Edhe fëmijë. po, dy. Jem? Jo, vajza të dyja të vajza. Për të ke dashur tje. Natyrisht që burë do nga një djallë, por A po, kështu e kam që punë. e po nuk deshat dhe më shtu. Dhe nuk keni fëmijë. Jo, jo. A? Pse dhe ti këta? Si mund të dish ti këta? Është nga mënyra se si kryesove kam. Ja seri. Sa vetëm nga që po kam kemi. Hej, dëshira e gruas? Ej, së është punë e jote. Për këtë drejtës do të kemi më fëmijë. Ishte ka kjo punë. Ashtu duhet jetë. Qka ishe duke ma treguar për kopshtin zoologjik? Duken se kam parë, se kam lexuar. Të gëj më vonë. A të pengon nëse të bëjmë pyetje? Po, vërtet jo edhe aq. Jo. Shiko, unë shumë rrallë se doj me njerëz për vetë gjera me se ma jetë një birë ku ashtu tualeti, nësa ora fillon filmi, ose hish një duhet prej trupit shok, edhe një gjera të tila. Ju mund të them se unë nuk I di. Por, nga njëherë, si kur kam dëshirë të bisedoj me dikë, ta njoftoj për te të di gjithçka për te. E unë qenë këna më vje këtë eksperimenti për shë. Në një ditë të qero me tjera si kjo, kur tjetër përveç një burri të mirë, të banduar me një gru, që ka të mbajnë dhe një qenë. Dy, pa kafshë, sa një la. Ti duke si adhuru si kafshëve. Mace? Mace! Yes, ja, në mund të jetë ideja ju. Sigurisht, ideja të nësë. Hej, a ka dhe diçka tjetër që tu të ti? Po, keni edhe dy papagaj nga një për se cilën vajzë. Vajzët I mbajnë ka fazë për më të. Hej, a marti smundis është? Jo, nuk më mërme. Shumë keq. Hej, si ku të kishim marti smundja, atëherë ti do t'i shojë në pra shtëpi që ti hanë mazet dhe t'i lorë dhe Çfarë bën ti për ta mbajtur gjithë të familje? Kam pozitë ekzekutive në një shtëpi në vogël botuese. Ne zakonisht botoj libra shkollor. Ti më shumë mirë, shumë mirë. Sa fiton? Herë tash. Që lutem. Të tregon. Pa I fitoja rreth 18.000 vetë. Por asnjëherë nuk mbaj më tepër se $40. $40. Kuptohet nëse je hajna. Ku banon? Banoj me Qiko, unë nuk do të plaçis. As nuk do të kidnapoj mazet apo papagaj. Po vajza tua. banoj me seleksion këta dhe thërë da venu në rrugën nëmër 74. Nuk ishte vështirë. Po e puna qëndronë se ti nuk e udhëheq bisedën ti bën. Vetëm pyetje, unë jam fjallë.
kam cili është dallimi në mes klasës së mesme të lartë të mesme dhe klasës së të lartë të mesme. Lartë mesme. Shoku im i dashur. Ej, mos është ti mu shoku im i dashur. Po çes më ndon ty. Ata më bën. Si këpytja për klasët më hutoj. Dhe kur kujtohesh fillon të shesësh me. Na jo. Unë jam botues, nuk jam shkrimtar. Dhe ashtu le të mbetet pra. E vërtetë është se unë që jam me. Jo, mos të bësh të jo. Cilit janë shkrimtarët tu të preferuar? Mark Twain apo Baudelaire? Mua më pëlqejnë shumë shkrimtar. Baudelaire është më i miri prej të dyve. Nëse kam edhe një aftësi e leximit. Mark është në nivelin kombëtar. Ka përcjell. Mark Twain. Hey! A lindi si shfaqën për sot para se kam shkuar në kopshtin zoologjik? Kam ecur në këmbë nga Washington Square deri tek Avenuja 15, krejt rrugë. Ti nuk jetë oge këtu, jetë oge në fshat. Jo, nuk e këtu. Unë e mora metron për të shkuar në fshat që të mund të ecë nga parku numër 5 deri tek kopshti zoologjik. Kjo është një rëndër ato gjëra që duhet bërë nga një njeri. Ti bie shumë gjatë rrugës së vet, që mund të kthehet trup në mënyrë korrekt. Nesër mendova se jetë oge në fshat. Jo. Unë jetoj në një shtëpi të katër katëse. Në kulm. Më paga. Në një lagje ku ka dhoma baqera. Dhoma ime është shumë e bukur, sa të bërë të qeshësh. Murët e saj janë nga shpërplaka. Kjo shpërplaka e ta dhomën time nga një dhomë tjetër. Shumë të vogël edhe shumë qesharake. Ndaj unë supozoj se dikur që këto dy dhomat kanë qenë në një dhomë të përbashkët. Hey! Poshtë meje, bërë një travestit zezak që kur i rregullon vetulla gjë që e bën me përkushtim budist. Gjithmonë e lë derën në hapur. A ne që s'ka bëjnë nga se derën dhoma e tij nuk ka derë fare. Ky travestit i ka dhënë të syre gjë që rrallë kjo dhe ka kimona japoneze. Të gjithashtu rrallë, këto kimone i vesh gjithmonë sa shkon nga nevojtorja në korridor. Se e bën shumë shpesh. Duat të shkon shumë shpesh në korridore. Vetëm i rregullon. Vetëm i vesh kimona. E bën nevojën e tij në mënyrë specifike dhe shkon! Haj me jatë tëra nuk thejet në banesën e ti. Dhe në dhomën e ti, në katin e parë, je një familje portorikane një burë. Me disa thot, nuk e disa fëmi. Por këta njerëz argëtohen shumë. Përballë, banon, përballë në shtëpisë një banon. Nuk e di kush. Nuk e ka pasë kush. Kurrën e kurrës. Po përse jeton aty? Nuk e di. Nuk duket se është për vend i mirë ky vendi ku jeton ti. A shiko tash, është banesa si e jotja të në të drejtën. Unë nuk kam kësi një grua, dy vajza, dy papagaj. E kam artit një tualeti. E kam disa rroba të vjetra. Mirë so,
Lini të zërdaшу ta kem kam një trishe kanacesh, kam edhe një stik 2 pinune, 2 ljumë një të vogël një të male, një full tere, e kam një full gjatë, një pjatë dhe një gotë të tërësit. E kam edhe e kam një kornit, 2 kornisa, e 2 atë janë të thata. E kam një 8-9 libra, jo 7 libra, e kam edhe një makinë shkrimi, të tjetër, të cilin ma kam gjithë, fëmije e porturikani dhe kurse kam trajtuar. E kam edhe një kuti solide, pasry, që ka bërë në qka. Ka disa gutër më dhatë, deti që i kam bledhur kur isha fëmi në plash. Lidhur me ato 2 polizat e thata të fotografive. Se, nuk e din? Jo. Ke nevojë të sqarohen. Nuk janë të qarta? Vaj. A shikon. Ka fotografi të Po të prendërve ndoshta, po edhe ndonjë të dashur. Një burë jambër. Dhe keni naivitet që është për të lakmuar. Por, babuqi dhe namushi kanë vdekur, e din? E zamin e kam të thyër vërtet. Dash ky akt specifik në vodvilin po e luan lojnë e rreti të rave, da nuk e di si do të mund t'i shila ashtu të paluar të kornizuar. Se mami të jam më saktë. Mamushi e pa daktisor, babushi, por unë isha 10 vjet e gjysmë. Ajo, i umurtimeve kur o shtesin një vjeqarën e për shtetit jugore dhe shoqëru si saj pra besnik po shumë të tjera dhe ishte Johnny Walker. Shtu të pak që ta babushi pasi gjeki të sjellë trupin e saj lartë. Ej, lajmin e morën në mes këshëndellave dhe bitit të ri. Se mamushi kishte shohuar me fantazmat në një biruce në Alabama. Oh, ta fantazmat nuk do t'ishte edhe aqe misjakur. Çka duhet të them? Ajo ishte një rrugash nga Veriu. Ejse, babushi e piti vitin e ri për 2 javë rjesht dhe në fund. Një fundë ditë në datën një omnibusi. Dhe që i pastroj punët dhe familjes. Hej! Mamushi kishte edhe një motër. Ajo nuk ishte gjetur. As më kat, as më shirë, në shishe. Unë kalova të jetoj të motra e mamushit. Kujtimi im Fal.
Dikon se babushi dhe mamushi ishin të pakornizuar. Si e kje emrin? Uen Peter. Falë se kam harruar të të pysun në qumën Gjeri. E tjetër Gjeri. Të në gjatë tjetër, Peter. Të vazhdoj. Faleminderit. Tash ku është qëllimi i bajtjes së një fotografie të një bukuroshe të vogël. Datë, do të bëj korniza. Të tash që kisha dy korniza, mos harro. Unë kur nuk I takoj bukuroshe të vogla më shumë se sa një herë. Të shumicën e raste mund t'i bëja bashkë në një fotoaparat, në një do. Është e çuditshme, është e çuditshme. A thua Peter ashtë edhe e ditshme. Mendon për vajzën? Jo, hashte e dhimte që nuk t'i takoj prokuroshe të vogla më shumë se sa një herë. Kur ka mundur të kem seks, apo si do të thoshi ju, të bëj dashuri me dikën më shumë se sa një herë. Vetëm një herë kaq. E kur isha 15 vjeç, atëherë kur e ulja kokën nga turpi se ishte vonuar puberteti, kam qenë. Homoseksual. Të del në cilët rregulluse. Sinita të kuqe që të tronin në përajrë. Sigur! Papagaj dhe rejt beqarë se do. Ta konë mua e punë, si e filluan këtë muhabet. Jo nuk o zemrova. Ishte me kopshtin zoologjik. Kopshti zoologjik. Vetëm nëse ti.
Zonja shtëpisë është një dezitash, është i mërziqëm, është i ndytës bizarton për cejnë, i dero i parlokur, ha? Dhe ke mundur të avreshte unë shumë ratë dhe orë fjanë të ndita, ndaj dhe nuk ka mundur të përshkruaj, si të duhe. Përshkruaj kore gjallë. Faleminderit. Nëse, zonja shtëpisë ka 100% do të tregoj. Zonja shtëpisë dhe qeni saj. Ato që i montarë e hyrja portës tek ventanimi ku unë panoj. Zonja shtëpisë është shumë e keqe. Ajo, gjithmonë mbështetet. Nëse, ajo e mbështet trupin e saj për korridorin e hyrës dhe gjithmonë më pret mua mos po sjell gjëra apo njerëz. Ato pas dite, pasi ta ketë pirë gin tonikun e saj, i shikë një mori. Ajo gjithmonë e mbështet trupin në korridoret hyrëse dhe vjen e mbështet trupin e saj të neveriqur për trupin tim dhe më mban në një qoshe për biseduar me mua. Du me trupit të saj dhe kojës e saj më të vash të mend. Dhe atje lartë pas trupit të saj sa një bizel, një organ i vogël të zhvilluar për të përdorur sa për të hëngër dhe për pirë dhe për nxjerr gazrat, ha? Ajo është zhvilluar një parodi seksuale të dëshirës saj, seksuale dhe unë Peter, unë jam objekti i saj, i dëshirës së saj seksuale. Jo, të nashme, ashtu më nevejtë. Nuk më mendja që të ka njerëz të tjerë në të. Jo. Është për të shkruar libër, Peter? Jo. Është për të shkruar libër? Po, se jo. Fakti, ja rinon vendin fiksionit, ke të drejtë. Doja të tregoja. Ashtë të tregoj. Nuk të shkon mendje të shkosh? Jo, nuk më marrë mendje se të shkoj. A e din pëse? Pasi të tregoj për qenin të ti, do të ikësh. Apo do të bësh derisa të tregoj se çka ka ndodhur në kopshtin zoologjik. Ti di për plot tregi. Nuk ke nevojë të dëgjosh. Askush nuk të mban në punë. Baje mente, mos e harro këtë. E di këtë? Si nuk e di? Ajo që duhet të tregoj ka të bëjë me qenin. Ka një kokë të madhe
kuq. E shka tjetër? Ka ngjyrë tjetër në të verë. Gjithmonë kur i zbujon, thëmë, ja, kështu. Hej! Haj mua gjithmonë me hungrim? Haj gjithmonë mua me ndjek për të më kapur njëri në këmbë. Haj me ndjek me brak, të kajtuar. Ka poron gjithmonë i. Haj ma... Hej! Një vit, eshe pantolonat e kam bësët jartë, mizuri dhe, por i kam qepur tash, por unë eshe mova! Pa ketchup dhe pa qep dhe rrugës duke shkuar për në shtëpi e nxorra gjithë bukët dhe bata me to mishe. Ulla prova që një këmë priste, mos harro hamburgerit i kisha me dhe, e nxorra mishe dhe vendosa 12 hapa larg verbit ku ai po më hungrine. Kështu. Kështu. Mund tjetë fare, vërtet. Gjeni i ka përdim të gjithë hamburgeret dhe filloj të shoj gramatikus nga goja. Dhe përsëri filloj të mësoj moj. Por unë i ka pra. Dhe shkove në shtatin të. Dhe fillova të mendoj përsëri për qenë. Ishe shumë i zeluar. Dhe shumë i ofenduar. Ky qenë, kështë antipati shumë të madhe ndaj mi. Dhe mendova, çfarë duhet të bëj që t'jam poshtë këtë antipati. Provova dhe për 5 ditë të rjesht për kotë. Haj përsëri po mësoj mori. Unë isha më shumë i lodhur se sa i ofenduar dhe vendosa ta hedh moj. Ishte smut për vdekje. E lutem, kupton Peter. Këtë një gjërë nësishme. Ti duhesh më besosh. E du t'i dim efektit e veprimit to. Nejse, qeni bëri më mirë. Zonja shtëpisë. Jak për 3 vejtën të më tregoj se i ta kalushi, ki qështë të më mirë. Por unë, me zemër të thyrë dhe me angës, e pritja takimin në miku tim përsëri.
diçka me kafsh. Asë që njeriu duhet të ketë mënyrë autentike se si do të mirë me njerëz, nëse jo me njerëz me kafshë, me shtratin, me insektin, me pasqyrën. Jo, me pasqyrën. Është vështirë. Ashtë sa vështirë është të kesh të sende në një kënd rrugën me vetina. Me shumë të 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 ndryqojnë rrugën larkë. Me kutit pa dry, me dashurin, me vjerin, me qarën, me bukuroshet, me vonë. Me fitimin e parave, me trupin të ndër që është akt dashurie dhe unë mund ta dëshmoj me rëndim sepse je gjallë me Zotin. Me Zotin! Si ku duket kjo, Zotin? Me Zotin, travestitin zezat. Jo. Me Zotin, cilin ka të nëse. Sa është gjithmonë. Jo. Me Zotin, cili ja ka këtyrë shpinën çdo kohë më parë, bashkë me njerëz parite e koncept. Ku më mirë është të jetosh dhe të kuptosh jetën dhe kuptimin me një qenë. Po, një qenë. Vetëm kaqë, një qenë. Qeni është miku më i mirë i njeriu. Mos e harrojtë. E ditë. Kështu mendon qeni. Dhe thot njeriu. Qeni dhe unë e shikonim njëri tjetëri me një përzjeri të piknimet dhe në dyshim. Këdua mundoheshim të apimshim njëri tjetër se kemi arritur një marrëveshje. Po, është shumë e trishtueshme, por më duhet të tregoj. Ka shumë përpjekje për të arritur një marrëveshje të shtuar. Qeni përsëri filloi të lënë të musulman. Për ra në grobë dhe një tari i kikush unë ka të rua. Dhe qenë e laj vetën. Ishte me për të shumë. Nëse nuk të kesh kuptohen, atëherë pse kemi shpikur fjallën në shumë. Tregimi i gjenë të qenë por
qes tregimin ndoj gazetet që të kam mundësi t'i fitoj $800. Personi më i paharruar që kam takuar ndonjëherë. Të lutem. Nuk më mërmendje se shka. Unë nuk e di pse. Pse më tërgove krejt këta. Pse jo? Nuk e kuptoj. Gënjen. Jo, nuk e di. Më ndova. Ta spjegoj shumë vetë. Kjo ka të bëjë me... Nuk dua ta dëgjoj ma. Nuk po të kuptoj as ty, as zonën e shtëpisë, e as gjenin e saj. Qanin e saj? Po, gjenin e saj. Unë mendova se ajo ketëra e qanë është i saj. I saj. Ti di se si nuk... jo, ti nuk e kupton. Qiko, unë nuk jam i martuar. As nuk kam grua, as vajz, as papagaj. Apo cilë do qofta i kombinimi juta, unë jam enda cak. O jam cak i përheshun dhe shtëpia ime të e banesa e në veriq në anën perëndimore të New Yorkut, i cili është qyteti më i mrekullueshëm në botë. Dëshiron të dëgjosh çka ka ndodhur në kopshtin zoologjik. Por po i dova një kopshtimin zoologjik. Me mocat, qenë, papagaj, duke gatuar dorë. Tash, do të tregoj se çka ka ndodhur në kopshtin zoologjik. U shkova në kopshtin zoologjik. Me që është kopsh zoologjik. Shtyr. Falja s'ke mjaft hapësirë. Ka hyrë në njërin kartaz të luanve dhe e
ka ushqyer në rinjë. Shqiju! Unë shqyja ma, dhe mos me godit. Mos me godit. Ta dëshiron të dëgjosh tregim. Po nuk duat më godasish në krah. Kështu. Ndalu çfarë problemi ke? Çfarë problemi ke? Ndalu. U jam I çmendur o hajvan. Po kësë që karake. Kujtë, kjo bankë është e imja. Ti je bim. Shko shtrihu në tokë. Pa I nuk më mërmendje se duhet të lëshoj këtë bankë. Kjo është banka ime këtu 30 vite me parë. Largohu prej këtu, Peter. Shko, të dëgjova tepër, të dëgjova. Më dukesh se kishe nevojë të bisedoja me dika. Ti e ke ratuar jetën, o Zot, po mi qënë të vjehat. Hiq me pëqysh. Banka është e imja dhe nuk largoham. Këtu e 30 vjet më parë. Nuk largoham! Do të vras policin! Policia, ata kanë shkuar ti përzanin zanat, galisat. Çfarë ke bërë kështu? Do të amnistojnë policia. Ej, Peter, a e shesh çfarë ka të re? Unë jam ullur. Jam ullur në bankën tënde të qumur. Jam akur të tjetë jotja. Shiko, unë nuk largohëm nga kjo bankë. Nëpse dikur, ka qenë e imja. Imja ka qenë. Imja ka qenë Zom! Shite, Zom që e kërqe nga brëdha caku. Pisa që shara për më. Nuk më mundër! Shem që të hyrën për familje të ndre, për mata tuja, për tonë që të regjit, për familje tu. Ashtë këtu dhe këtë hekur, në tjeri. Ajo sot që është një mdjeri. Ajo po të ishte, ti do të kuptoje. Kupton, ti s'ki të drejt më shumë se unë për të bahur. Kakam, jo nuk e. Kjo munga ime. Këtu e të rëgjit me parë. Hajdi sa orgnaci I kam kaluar të 30 vjet. Kjo është të fija ime. Dhe ti s'ki drejt pa marrësh. Broje shtë. Broje derindet. Filishme. Të të më vrasësh. Broje. Ej, do të më vrasësh! Semar! Neresi Semar! Si je më plak, e unë jam rejë. Ate një të parë. Kabe! Semar! Kabe! Nuk e kabe! Jo! Justo! Fermate tu! Per papagaio! Io! Che mundo ti dici? Io! Ostia, stiacene! E io al puristi! Per bindes!
Largo nga këtu. Na merri qit.
me gjithë gabime. Me gjithë gabime e nuk kam gjithë gabime. Tash një gjë. Çashtu më Jo, për fjalë tjerit jam gzu fort. Edhe ma ka vërtetuar që atje se na kemi regjisor të shkëlqyshëm, kemi aktor të shkëlqyshëm. Edhe do doja faktikisht që të shoh si shfaqje në për tona festivalet që marrin Kosovë dhe jashtë Kosovës edhe kemi shka të tregojmë. Edhe po thonë tash ti domethënë që ky popull nuk vdes kur ka njerëz sikur se ti. Po gjatë po. Kjo është e vërtetë e madhe. Jo është e vërtetë. Ka dhënë që sraj. Mos të kishte qysi të ardhmë përshëndet. Isha ai. Natën e mirë. Nuk vin koktejl. Nuk vin koktejl, që kjo, një koktejl ko pas për spasje, në pas koktejl. Në cia, një mas të i borë që me vinë duhane, mund të nga mirë pa. Gull! Ta ty për gjatë. Dohet të këndjek, s'keni gotin. Inshallah. Që që se ke di, okej. Ju vinë në flak, me që të durë, këtë me ka. Ma si të shmetin në gjëzumë. Gjysmë, 5